Atëre, para se të më dekriptosh pak të strategjinë e re të Spakut Sokol, në kullën fillim u hap muhabeti Arubës. I ishullit famshëm holandez Aruba, që ndodhet shumë afër, është njësoj si Korfuzi me Sarandën, që ndodhet shumë afër, është ishull holandez, shumë afër Venezuelës. Dhe po më tregonte kulla gjithë pset dhe misteret e atij takimit famshëm. Shkurtimisht, çfarë pritet të dalë nga kjo gjë? Është një dosje e rëndë apo është një dosje të gjithë tjera i do harohet? Po, problemi i Arubës është që përgjimet aty nuk kanë qenë për këta që flasim ne. Përgjimet kanë qenë për vëllezërit shqiptar, Felix aty quhen, që jetojnë në Gjermani. Janë 10 fisht më të fortë se çdo lloj grupi shqiptar. Kulla më tha dua të konfrontoj tani se thua tezat tuaja. Kulla më tha që parë që atje në fakt gjithë operacioni, se nuk ka lidhje me Ska ECC në Aruba fare. Jo. Gjithë operacioni që është bërë atje, tha Kulla, bëj për shkak të Venezuelës, të drogës që kalon nga Venezuela etj dhe rastisht kanë rënë këta në një përgjim. Këta të nuk është kjo? Ta kanë bërë pikërisht për atë familje. Po të shohësh mediat gjermane, është familja Osmani që ndodhet në Gjermani. Ma përmendi Kulla. Po. Po të pse heq nga konteksti që CIA dhe shërbimet tjera ishin atje për këtë punë? Shërbimet sekrete belge. Jo, s'po më kupton. Ishte edhe CIA dhe DEA, sepse në një farë mënyre, pra kjo ka ndodhur në vitin 2000? Kjo ka ndodhur në 2019. Dhe ata në atë rajon të i di, Amerikanët janë gjithmonë prezentë se ishte Venezuela afër, apo jo? Atëre, unë gjithmonë i bazohem asaj që lexoj. Jo fjalëve që mund të qarkullojnë. Ajo që lexoj është edhe dosja në Shqipëri ka ardhur prej Belgjikës. Kjo e famshmja që thuhet ta ishte Edi Rama aty, mund ta shpjegoj edhe si u ngatrua. Një nga personat. Kush thot që ishte Edi Rama? Po kur doli politika, kam përshtypjen, nuk e di kush e përdori, Partia Demokratike tha që ka qenë Rama në e përdori opozita? Po, e përdori opozita. Në fakt ishte një person nga Shqipëria që belgët e kishin vendos me E Rama. Dhe nuk kishte në... Po si? Po kush është E Rama atëre? është nipi Mirigjikës. Një personazhit, një djalë cili... Fatmir Ramës. Dhe ata ishte vënë E Rama dhe këta kujtuan se ishte Edi Rama. Mirë, po pse duhet ishte kjo një gabim shumë i rëndë në këtë deklarat? Nëse kapet një kryeministër i një vendi, jo i Shqipërisë, po edhe një vendi me 200 banor, shërbimet sekrete nuk mund ta bëjnë publik. Se do ta ruajnë për arsye të tjera. Po kush e bëri publike këtë gjë? Kur erdhi dosja nga Belgjika... Po, pse nga Belgjika? Belgjika e ka sjellë tek ne. Po pse Belgjika? Belgjika e përgjoj. Po, mi më një sekundë, a është ishull holandez ai? Po, në Belgjika e kreu operacionin e përgjimit. Po, ç'donte Belgjika në një ishull holandez? I kupton njëri këto? Duke ndjekur grupin shqiptar i cili pas Gjermanisë, Çekisë, Hollandës, me sa duket po futet dhe në Belgjikë. Janë një ndër grupet më të fuqishme në Bashkimin Evropian, jo kështu histori me shqiptar. Janë shqiptar, tha? Shqiptar nga Kosova, janë vërtet më të kontrollojnë pjesën më të madhe në Hamburg, kontrollojnë kazino. Në Hamburg i janë për portin? Portin dhe çdo gjë në qytet. Janë probleme edhe për Gjermaninë. Dhe njihen ata në Shqipëri? Këta vëllezërit që thua ti? Këta njihen pak, por në nivelin e çdo lloj gjëje, ata janë më lart se çdo shqiptar. 10 herë shumëzoj me 10, me çdo histori që ke dëgjuar në Shqipëri. Janë nga Kosova? Kosovarët vendosur në Gjermani prej vitesh. Po mi, tani një pyetje kam unë. Kjo zhurmë që bëhet në Shqipëri, në mediat në Shqipëri, dhe në qarqe politike e mediatike në Shqipëri për këtë Arubën dhe për këta vëllezërit Osmani, a bëhet po njësoj edhe në Kosovë? Jo. Kosova nuk e kap fare këtë. Tani ma shpjegon ti mua? Tani pse Shqipëria? Dale, pse në Kosovë nuk po flitet kur ata janë kosovarë, janë shqiptarë të Kosovës? Dhe flitet tu. A shpjegon do t'i gjë? Po dhe këtu pak flitet për ta. Si me është gjë? Kam plas mediat që ta ndejmë. Aruba, po ne merremi me pjesën që na ka sjell Belgjika me ata shqiptarë të cilët kanë qenë në këtë pikë. Nuk merremi me pjesën e tyre. Po kush ka qenë atë? As dosja e Spakut nuk ka asgjë për ta. Belgjika i ka mbajtur çdo gjë që ka për ta, e ka mbajtur vetë. Si, Spaku nuk ka nxjerrë asgjë për Arubën? Jo për Arubën ka nxjerrë, po për atë që i intereson Shqipërisë, për vëllezërit Osmani nuk ka nxjerrë asgjë në dosje. Po vëllezërit Osmani janë të Kosovës, nuk ka pse të në Shqipërisë. Po çfarë rëndësie ka janë të Kosovës, ata janë me banim në Gjermani.
Po pra, po kap se t'interesoj Shqipërisë, do të them normale është që spaku mos nxjerrë gjithë pra, ta. Se nuk i kanë hetim. Po për kë kanë nxjerrë spaku? Për pjesën tjetër të shqiptarëve që kanë qenë takim. Kush janë? Artur Sheu, Artur Sheu që ka pronën në Zvërnec. Dhe kjo i ka interesuar pjesës shqiptare. Aty thuhet që ka dhe një të deleguar nga qeveria, për cilin sot doktor Berisha tha që mund të ishte Damian Gjiknuri, por gjithë Damiani doli thanë, jo, nuk kam qenë. Po gjithë din që nuk është Damiani. Sa thonë Ëngjëll Agaçi, ky Dona Agaç. Asa ishte është asa për? Po si thua? Nuk e di më, unë po referohem që lezoj lartë e poshtë, po e di unë. Në logjik... fare të kronika. Në logjik... Unë kesh bëhem kurios tani, këta fëmijët e vegjël. Unë them që në 100% ky zotëria nuk është, edhe kjo ishte një trill i doktorit, nuk është Damiani, është një njeri kush do të jetë, si do që ta ketë emrin, ishte aty për të dhënë një direktivë. Mund të investoni në Shqipëri. Kjo është direktiva, kjo është e rëndësishme. Prima një sekondo, Sokol. Pse duhet të shkojnë deri në fund dynjas pra, përballë Venezuelës, për të dhënë këtë direktivë, ndërkohë që kjo mund të jepet fare thjesht në mënyrë elektronike? Po shiko, ne kemi bërë Arubën si qendra e aty ndodhim, ato takimet janë bërë sipas pakut, janë bërë më vonë edhe në Nice të Francës, edhe në Majorka të Spanjës. Ne u fiksua me Aruba se na duket ekzotike. E let jo, lidhemi çik me Arubën, lidhemi live me Arubën. Kjo është e gjitha. Se po të ndodhte ajo në një nga kafet e Tiranës, çfarë ndryshimi do kishte? Asnjë ndryshim ande më. Aruba e bën më, jep më shumë mister. Po jo, më bën dhe pal pushime, ndetën dhe i javë atje se nuk. Normal. Ndetën dhe i javë. Po sa veta ishin në Sokol? Sipas në foto, shiko, unë nuk e di sa mund të kenë qenë, se mund të kenë qenë shumë. Në foto që na kanë dërguar shërbimet belge, është i dosje atje që quhet Black Eagle. Black Eagle quhet kjo. Kjo është. Po pse kanë tulluar Black Eagle? Shqetësimi që kanë mbi parat që shqiptarët po hedhin tashmë në euro. Po pse Black Eagle ç'më thënë? Shqiponja e zezë. Shqiponja e zezë. Do të thënë lidhi me Shqipërinë. Shqiponja e zezë. Ja, grupi pamje direkte nga Aruba, Sokoli ke këtu përballë. Black Eagle është sipas atyre. Siç ai ishulli është i papar. Cili është shqetësimi? Të bukur kanë. Cili është shqetësimi sot i europianëve? Nuk është droga Zelenskit me Laki Lucianon që i bëri në avat. Nuk është droga që shesin shqiptarët. Shqetësimi është ku do shkojnë këto para. Ata nuk kanë dëshirë që këto të investohen në Bashkimin Evropian. Po pse mos kanë dëshirë më? Kanë. Paraja nuk kanë gjyrë. Jo, paranë e pisë nuk e kanë. E beson vërtet i këtë? Po. Nga shqiptarët jo njërë. Në Bashkimin Evropian jo, po në Shqipërinë, në Shqipëria s'është vendi i Bashkimit Evropian, pse jo? Ata kujdesen që lekët e shqiptarëve të mos investohen tek ta në Shqipëri, do ta shpjegoj pse nisi sulmi vetëm tani, se kjo është dosje 6 vjeçare, nuk është dosje dhe pse sot. Dhe do ta bëj një lidhje, se ka revolucion flamingosh, po ka dhe revolucion të spakut. Dakor. Dhe jemi në nisje në revolucionit më të madh që Shqipëria ka parë ndonjëherë. Po jo nga sheshi. Një koment shpejt për këtë Arubës o ti Marzit? Shiko, si gjykon se ti avokat penalist? Këtu kemi ndërveprime të disa grupeve, po nga forma estetike, kuptimin e takimit, pjesëmarrësve, zërit që u dha, të duket si takimi që kanë bërë qoftë familjet mafioze në vitet 50, pra familjet e New Yorkut, Cosa Nostrës, bën një takim për të bërë një aleancë me familjet e Cosa Nostrës që ishin në Sicili, sepse ishte trafiku heroinës në atë kohë dhe ajo që u quajt më vonë Pizza Connection. Dhe këto takime janë si... Pizza Connection e quajt. Pizza Connection e quajt. Bëhet për Tomaso Buscetën, John Gambinon, Carlo Gambinon, Joseph Bonanon... Laki Luciano? Jo. Jo, Laki si ishte këtu? Si ishte Laki. është më pas edhe... Që emra është brilant, kanë më Laki Luciano. Tano Badalamenti, Komisioni Vitër Sicilian, dhe gjithmonë këto takime bën kur kemi një bashkëpunim midis disa organizatave kriminale, që i përkasin një komësie, për shembull italiane shqiptare, por që ndërveprojnë në shumë vende. Është një lloj institucionalizimi, si mas kontekstit tyre ose si mas gjuhës tyre, i raporteve të biznesit. Normalisht... Jemi live tani, tu të jetë një resort në Aruba. Për në zje letë është lidh me të kamerat e ishullit, per. Normalisht... Shkojt pa vizë tu, se është Holland, të Schengen, po. Shpjesë e Bashkimit Evropian. Marsit. Normalisht, këto takime janë të rrezikshme, sepse një është shumë e thjesht përgjohen, personat të cilët mund të jenë në tim ose që mund të jenë në nënvëzhgim, është shumë e thjesht që në këto takime të japin goxha prova dhe goxha fakte për të çuar në argumentimin akuzave penale ndaj tyre. Në këtë kuptim, unë si mas logjikës time si avokati shikoj si
e shikoj si një mungesë profesionalizmi në gjuhën e atyre që merret me këtë veprimtarinë, pra organizata kriminale të tjera. Sepse normalisht to bëhen në takime të fshehta, bëhen takime kokak, pra nuk ka nevojë është ajo që the ti. Nuk ka nevojë për këtë lloj formaliteti, për këtë lloj luksi, për këtë lloj takimesh dhe për më tepër për këtë lloj pjesëmarrje të shumë personazheve, duke pasur parasysh aty shkon dhe përfaqësuesi i qeverisë. Është një shprehje popullore që thotë shteti e kap lepurin dhe me qere. Kështu që kjo ideja që ta do bënin përjashtim duket e çuditshme. Ajo që dua të them, ose që më bë mua përshtypje është që këtu ka dhe garanci, se takohen eksponentë të tillë të këtij niveli të krimit me funksionar po ashtu publik dhe me idenë që nuk do i gjej gjë, tregon që kanë një prapavijë ose insiguri. Ishte edhe kohë Covidi, kujdes, mos haro, ë? Po. Futu pak në 2019 si ishte kohë Covid. Jo, 2020 ka ndodhur kjo, jo 2019. 2019 mos gaboj. 2020. 2020, po prapë 2020 ishte Covidi. 2020 nuk ka pat Covid. Ua? 2020 ishte Kur ka Covid. qenë? Mars Covid? 2020. Po. Mars 2020. Mars 2020 ka Mund të jetë edhe. Po më po është Covid o një burr. vit para zgjedhjeve që zgjat. Edhe nga që ishte edhe Covid, thonë bëjnë shi pushime, kupton? Jo, jo. U mbyll Ne kota. ne e kemi zbukuruar shumë këtë. Edhe e kemi bërë shumë trill. Kë? Këtë takim. Kjo është historia e thjeshtë. Ja një sekondë mbare Marsiti, do vi atje. Përfundimi është që nisu nga precedente më pashëm, edhe në rastet e organizatave kriminale, familjeve mafioze, takimet të tilla i kanë marrë në qafë eksponentët që kanë bërë takime të këtyre niveleve. Përfshi edhe në Meksik, për shembull, kur bëri takimin e vet në atë kohë, ai që quhej si padrino i padrinove ose bosi i bosëve, Amado Carrillo Fuentes, edhe ai këta bën një lloj këshilli ku uleshin në tavolinë të 12 pjesëtarët që kishin si thua. çfarë do bënin, do ndanin punën do burr? Ose kështu. Ishte më thjesht për t'i ndjekur dhe është më thjesht sepse dëshmit, sikur njëri nga ata për shembull të faktohet akuza ose njëri nga ata të bëhet pentito, është shumë e thjeshtë i lidhësh provat dhe faktet e njëri tjetrit. Domethënë kjo gjë është në disavantazhin e tyre, e flas nga ana si avokat ose nga ana ligjore, penale. Realisht, domethënë në këtë situatë çanën e shikoj që angazhimi i madh i Spakut, edhe se thua sfida më e madhe është provueshmëria se cili ka qenë personi që ka përfaqësuar shtetin shqiptar ose në kuptimin e ngushtë të fjalës qeverinë shqiptare, që ka dhënë garanci si shtakoli që hajde të investoni këto para, sepse aty do hapet kutia Pandoros. Po e kanë të përgjuar këta mo. Ai ka vajtur me një direktiv, nuk është se ka shkuar me si ta themi kështu me vullnetin e tij. Ka qenë përfaqësues. Dhe kjo mund sjellë atë efektin e dominove që mund shkojmë deri te koka ose ai që i ka frenat në dorë. Dhe të gjitha dyshimet na çojnë ideja që këtu dihet është një pushtet i qendrëzuar, kryeministri është ai që ka gjitha pushtetet. Ne kemi parë se si janë raportet me varësit, pra unë shikoj le të themi kështu si një efekt domino që mund çojë deri te kryeministri. Qofse Spaku do arrit faktoj personin i cili ka qenë, ta konsolidoj çështën duke krijuar fakte dhe prova sipas kritereve ligjore dhe ta çojë në pranga ose ta çojë në akuzë të person. Sebastian, ç'është për ty Aruba? Është një dosje që do nxjerrë shumë është kuti Pandore apo është një gjë si thot Koli e kemi është fryrë shumë se në fakt është një nga. Jo, nuk e jo në këtë pikë. Pra, ja e bëra me qëllim edhe gjë e vogël nuk është. Edhe Edhe gjë e vogël. Unë besoj se laku po mbyllet. Laku po mbyllet. Po, laku Një tjetër pamje nga Aruba Live zonja zotrinj. Laku po mbyllet do të thotë që për 20 vitet e fundit, grupet kriminale shqiptare krijuan konsorciume të ndryshme kriminale, krijimi i Spakut në gjykimin tim, po ta shohim kuadër të një strukture sigurie të përbashkët brenda Bashkimit Evropian, tregon që niveli i krimit organizuar ishte plazmuar me institucionet shtetërore. Kjo, në gjykimin tim, është fundi, si thua, paradhoma e hyrjes në tregun e përbashkët evropian. Fundi i ndërprerjes së parave të pista që futen në ekonomi për të dëmtuar, se të dëmtojnë jashtëzakonisht shumë ekonominë, kaq shumë para të pista, në gjykimin tim është një operacion i domosdoshëm dhe tregon edhe një herë po e përsëris fundin dhe përfundimin e lakut. Kanabizimi i Shqipërisë, vajtja në Champions League-ën e krimit të organizuar ndërkombëtar, futja në grupet e organizuara kriminale ku ka dyshime për si dorë parë në vendet që prodhojnë drogën, Kolumbi dhe vendet të tjera. Në këtë kuptim, në gjykimin tim, DEA amerikane, shërbimet e Bashkimit Evropian kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme që ky transfuzion i parave të pista të përfundoj. Për mendimin tim, jemi, siç e tha dhe Koli me të drejtë, në fillimin e një revolucioni, siç e nisën qytetarët në shesh, tashmë Spaku ka marrë përsipër që ta çojë Shqipërinë drejt BE-s. Kishte drejtë Sokol Bregu, nuk paragabonti. Më vjen mesazh tani
Nga i burim, thonë, dokumentet theksojnë se midis 24 dhe 31 janari 2019. Në ishullin e Arubës u zhvilluan vëzhgimet të disa takimeve mes një grupi shqiptarësh të përfshirë në neotrafik. Dosja është hapur në janar 2019 dhe prandaj ka drejt Koli. Po. Tani, ajo që doja të shpjegoja është... Dhe në janar ati duhet jetë ngrohtë apo jo? Në Aruba. Ale dio, shihni temperaturat në Aruba s'ka. Është gjithmonë ngrohtë. Është gjithmonë ngrohtë. Ne Jo gjithandej, po në këtë zonë të... ne përpiqemi që ta sjellim gjithçka me Shqipërinë. Por Tani futu dhe në temë, tek tema që kemi për sot. Jo, ta mbyll me dy fjali dhe futemi këtë temë. Arsyeja kryesore pse shërbimet belge ndodhen atje, është se kemi të bëjmë me një grup i cili sot, kjo familje në Gjermani, zotron me 10 kazino në Bashkimin Evropian. Kaq e fortë është. Janë të fuqishëm ata. Tani po kujtoja mund që është folur shumë për këta vëllezërit të... Pra qëllimi nuk ka qenë fare Shqipëria. Duke qenë se belgët prodhuan në këtë takim dhe diçka për Shqipërinë. Po pse jo gjermanat? Ajo të në Gjermani këta vëllezërit kosovarë. Po në Gjermani janë ata, po si duket arsyet, se tani si duket po tentojnë diçka të futen në Belgjik, në Gjermani ata nuk kanë probleme me ligjin, mos harro që kanë avokatët më të mirë gjerman në mbrojtje. Se janë shumë pasur apo jo? Tani me kazinot që kanë ata, kudo në Spanjë, Gjermani, Çeki, Prag, kudo me biznese në ndërtim, ka një pasuri të jashtëzakonshme të ligjshme. Nuk po flasim fare sepse kemi të bëjmë me një grup i cili e një shumë mirë ligjin edhe për çdo fjali të çon proces gjyqësor. Kështu që duhet kesh kujdes duhet kemi kujdes me nuk janë të rritur në Shqipëri, mund thuash edhe 3 fjali më tepër dhe këta janë nga ajo familje që edhe për çdo fjali në avokatët e tyre bëjnë gati letrat për në... Edhe mire kanë. Nëse, e tyre. Pra, unë nuk thash asgjë në këto janë historitë cilat unë i kam lexuar në dosjen e SPAK, kështu që jam shumë korrekt pra, qëllimi kryesor i belgëve është si të them, s'ka enkroçat, nuk u hap për Shqipërinë. Po patjetër mo. Po pra, kishte diçka edhe për Shqipërinë, belgët dhe francezët na sollën, na urdhën se ka dhe ca gjëra për ju. Pra ti thua, përveç këtyre vëllezërve që ishin që po ndiqnin belgët, po. U ka parasysh dhe shqiptarë që ishin atje. Absolutisht. Dhe pjesa që i takon për Shqipërinë... Janë përgjime, Koli? Po nuk i kanë sjell përgjimet ata. Po që kanë sjell, mo? Po ata kanë sjell vetëm provat e këtij takimi, akuzat... Fotografi, lidhjet se sa drogë i shkapur pjesës tjetër të shqiptarëve, dhe kjo është lidhja që SPAK-u ka bërë në dosjen e vet. Dakord. Pra, nuk është se shumë, SPAK-u ka, domethënë, BE-ja ka arritur vetëm t'i kapi 421 kilogram, që është një shifër e madhe, në Spanjë, grupeve të tjera, jo vëllezërve osmane, grupeve të tjera të përfshira aty, por në një deal atë që mendoj unë, ishte një deal që po ja afronin edhe atyre, po kanë përshtypjen që nuk kanë pranuar për tregun shqiptar të futen. Kështu që pjesa tjetër që ka qenë e pranishme në Aruba, ka vendosur që të vazhdoj në Zvërnec pjesën e tyre. Unë nuk mendoj që pikërisht ta vëllezër do ta shihnin tregun shqiptar si të lakmushëm për ta. Qartë. Nuk është, janë nivel shumë i lartë, nuk kanë interesa fare mbi Shqipërinë. Mbi Shqipërinë kanë interesat gjithë pjesa tjetër që ka qenë në takim. Pra, gjithë shqiptarët që kanë qenë në takim kanë interes. Kanë interes. Ata nuk kanë pasur ndonjëherë asnjëherë interes. Po mirë, gjithë njerëzit që kanë qenë në këtë takim në vitin në 2019, dhe që pastaj kanë qenë dhe në Nis të ti dhe ku tjetër? Në Majorka, kudo janë bërë takime. Ka njëri të arrestuar sot? Jo, njëri prej... është vetëm njëri, si ka mundësi? Dhe kjo është një pyetje. Po se ishin jashtë. Si jashtë? Pra, ja do ta shpjegoj. Më falë, këta jetë jashtë më burë. Po, SPAK-u këtë radhë nuk ka pasur... Ta vëllezërit atje, nuk është se i ka ashtu njëri, apo jo? Se nga acmu njëri. Cilit, po thua për... Kosovarët. Ka shanse me nga s'mu njëri atë. S'bet laf. Po s'pohet fjalë fare. Po si të me thënë, gjithë kjo dosje e belgëve rëzohet. Po duhet ta provojnë belgët që t'i lidhin. Është shumë e vështirë t'i lidhin. Po pse nxorën atëre për desa nuk e kanë provuar akoma? Për sa bu publike dosja? Jo, ata i kanë sjellë Shqipërisë që unë isha duke përgjuar këta dhe këtu doli kjo pjesa juaj na shiheni. Një pra po, tani ata kanë marrë vesh që kanë qenë përgjuar nga belgët apo jo, ata kosovarët. Po nuk kanë prodhuar asgjë kundër atyre. Prandaj na zhum kot kjo histori. Për ata, jo për pjesën tjetër. Pjesa tjetër është verifikuar. Po pse për ata është zhum dhe për pjesën tjetër jo? Po se për ata është e vështirë të gjesh diçka. Po pse për këta këtu është e thjeshtë gjesh diçka? Po sepse ata kanë nivel i lartë më çan, nuk janë kështu nise
edhe të kapën në Barcelonë. Nuk i kap dot. Prandaj kanë 20 vjet ata që janë atje ku janë. Ndërsa pjesa shqiptare thua ti. Pjesa shqiptare është si shqiptar, më meri. Dhe për çfarë akuzojnë pjesën shqiptare atëre? Për çfarë sasi kokainesh? Për çfarë? Për 421 kg. Dhe si i lidhin që janë qenë këta shqiptarët e Arubës? Po sepse janë me emra, janë me foto që kanë qenë atje. Jo, si lidhet kapja e drogës me takimin atje, më nuk e kuptoj fare unë. Droga, zvërneci, takimi. Cila është prova? Cila është prova? Prova janë ato që spak diskutimin në Sky dhe Encrochat. Do me thënë, këta janë futur në Sky e Encrochat, këta Po, tjera. normale më këta të tjerët, se mendonin që ishte pa depërtushme. Janë të gjithë në Sky dhe Encrochat. Po ti më themua në fillim që Aruba s'ka lidhje me Sky e Encrochatin. Takimi nuk ka lidhje me Sky e Encrochatin. Pastaj ka folë më vonë në Sky e Encrochat. Dosja e SPAK ka dy pika. Pra, na i shpjegon mirë të kuptojmë. 2 pika. Sky dhe Encrochat mi personat konkret, dhe disa të dhëna që vinë nga dosja Black Eagle e belgve. Dhe cina s'kan lidhje me Sky e Encrochatin. S'kan lidhje me Sky e Encrochat. Ata e bazojnë gjithë në shërbimet sekrete të tyre. Dhe tani, SPAK-u ka bërë kryqëzimin e të dhënave që kanë nga Sky e Encrochati me takimin e Arubës. Tani, Sky dhe gjithë diskutimi është dhe opozita. Janë që ta nxjerrë shumë burse, nuk është ka që thjesht ta kuptuar, e kupton? Ajo që edhe opozita sot kërkon kokën e njeriut që ka qenë në takim. Po pse nuk dihet kush është ky morba? Apo e di dhe nuk e thon? Shiko, ne mund të themi, ne kemi të drejtën, ti the Agaçi. Berisha ta, jo më media që... Unë për shofë, nuk për lezojmë për Berisha ta, Damjani. Unë mund të them kot, ky Glasbardi sa e Dirama. Unë mund të themi tjetër. Problemi është që... Po këtë tjetëri që është një gjyqtar që akuzojnë një gjyqtar, morbu? Ja, ta them atë, nuk ka lidhje me atë. Nuk ishte në... Po se e futën të Aruba atë, morbu? Ja, të them unë, a i ka dhënë një vendim pro tokave, në Zvërnec, edhe ka përfituar diçka aty, ka 2000 metra, mos gaboj, dhe... Po kjo është e provuar kjo? Po se ka me letra, jo, ka me letra. SPAK-u e thot? Po nuk është në jetim ky. Se nuk është... Qani... Po si jeti medje këtë edhe nuk e di SPAK-u, më po? Po, se është me letra më e ka deklaruar në shitje. Mipa, po, cila është prova që këtë toka i ka përfituar se ka marrë vendim pro disa njerëzve që kishin tokë? Është aludimbës. Sepse në proces, a i ka kaluar një dokument osmanlishte, e cila në një moment shkruan që kufiri është deri tek hidrovori. Tani, dokumenti pretendohet i 1700 sap. Nuk e di, po hidrovori si shpikje është 1960. Tamam është kryevepra që kam parë në Shqipëri, nuk është kjo, po është ajo që sa kishte fillu polic i qarkullimit rrugor njëri dhe i vëgjoba, tjetë edhe shkruan feneri thym nga krau Mullarit. Nga krau i? I Mullarit. Se ndandet majtën me djatë. Gjobë 10.000 lek, feneri thym nga krau Mullarit. E këtu është komedi, më bërë. Edhe këta që më ndonë të marrën seriozisht të vënde. Komedi? Atë komedin më të madhe se si kjo në Shqipëri ka sa duesh. Komedia më e madhe është të përmbytjet e... Shkodër. Të përmbytjet e Shkodrës. Shkon njëri. Po ti tha qatë në ordër. 20 rosa i thaj. I tha, po shkruj këtit 20 pulej. Jo, tha 20 rosa. Dera. Po pula pra. I thot e i që, po 20 rosa mërë burë. Vërtar allak, rosa në tonë, pullat në ordin, përmbytje. Aj, kam bërë dhe këta. Po si se kanë bërë? Po shkoj, Allah. Shkoj. Në një avokat shumë i njohur në Shqipëri, më tregon historinë e kjo e kalon kryeveprën masandaj, është një avokat i cili është shumë i njohur dhe është prezent edhe në media, është që shkon një njëri që në cilin edhe e njifte, i kishin vjedhë në shpi dikush 1 kuintal me drogë. Po, drogë kështu kanabis? Kanabis. Dhe tani po shkon dhe në policit bënde denoncim. I thot, këshallë, qa bënë më? Ma vodhen më le ta gjenë, la kush e vodhi. Ure do të arrestojnë 1 kuintal drogë. Po këta ta gjenë, la mu ma vodhen, unë me atë jam marë. Do bënde denoncim se i vodhen 1 kuintal me drogë. Dhe vënde vërtet? Po kështu thot a hinë. Është kryevepër, Shqipëria është
vend çuditërash. Po kjo e Rosave, kjo është shkruaj Rosa. Rosa në toni. Thoshte Rosa se Rosa kushton më shumë se pula, e kupton? Po pra, donte lekët ai. I dha or ti, Rosa në tonë, nuk mbytet. Si ta bëj? Pula dhe mund mbytet. Po pula mund mbytet, se kishte përmbytje ajo. Rasti më i çuditshëm që kam parë unë është e ka dhënë gjykata e shkallës parë Lezhë, një automjet shtyp një qytetar, i cili kalonte vijat e bardha dhe vendim gjyqësor shpallte fajtor qytetarin dhe madje i ngarkonte dëmshpërblimin e gërvishtjeve dhe të prishjeve të automjetit. Ka çuditëra pafund. Çmenduri. Po ti pse s'qesh fare, ne u kënaqem me Sebastianin. Unë shikoj shumë këto raste, prandaj. Prandaj s'bën përshtypje më? O ti, po. Po ti ke që arrestohen në çani, ke arrestohen me 5 gram dhe dënohen 5 deri në 10 vjet, dhe ke që kapen me kile kokaine dhe dënohen vetëm 2 ose 3. Problemi ligjit. Ligji e ka një. Si ka mundësi që Ja ti iki të bëjmë xhiro dhe rikthehemi pra. Ligji e ka një. sasi me ulë Ato le. Çfarë pelesh në kënaqë. I jemi rikthyer në këtë P4, zonja e zotërinj, ora në këtë moment është 22:43 minuta. Vazhdojmë të jemi në studio me Marsit Gubin, Sebastian Zonjë dhe me Sokol Bregun për të folur për operacionet më të fundit të SPAK dhe për të kuptuar dakord, gjitha këto urdhër arreste e kështu. Sokol. Po në fakt, po të shohësh me vëmendje, ti do më thuash tani me detaje nëse sepse ti merresh me këtë punë. Në fakt, ka më shumë sekuestrime, pronash pasuri pafund, shifra do më thuash ti, se sa arrestime. Çfarë po ndodh realisht? Tani jemi përballë një fakti të madh. Kemi hyrë SPAK ka hyrë një fazë të re, drejtësia? Fazë e re. Cila është faza në cilën unë mendoj që këtu fillon lufta. Këtu fillon lufta? Po, edhe jo lufte e kollajt. Një luftë që nëse kjo revolucioni SPAK-ut, më thonjë sa, vazhdon, unë parashikoj shumë problemet të rendit publike dhe se nuk është e thjesht që një njeriu i cili ka shitur për 10 vjet drogë brenda ditës ti marrësh çdo gjë. Po kur thua çdo gjë çfarë? Ja të flasim konkretisht. Çdo gjë, pasurinë, apartamente, para, a mund të ketë ruajtur ai diçka? Çfarë rëndësie ka çka ka ruajtur atë? I ke marrë pasurinë. Makina luksoze? Po makinat ata kanë për t'i thyer. Ka një gjë ashtu si unë e kam menduar për shumë kohë me radhë. Ne pse shifrat lutem nga 2 operacionet të fundit? Ja do ta 650 milionë euro. Ishin të dyja? Me 2 goditje. Po mi tani një sekond. Kur thua 650 milionë euro, më fali sekond. Janë para, prona, vila, apartamente, garazhe, llogari bankare, çdo gjë e cila. Dhe në sa persona është shtirë ky sekuestrim? Po ky është shtirë në rreth, këta janë 24 persona. E të dyja operacionet? Të dyja operacionet. Në 24 veta? 24 veta. 600 milionë euro? 650 milionë. Prona të patundshme? Prona të shtrenjta, luksoze. Të shtrenjta, po. Garazhe, po, kur themi pronë dhe garazhe të tunin? Pronë ndërtimi, biznesi ndërtimi kryesisht. Atje është shumë. Në konto bankare janë shumë pak në. Mi, po këto janë sekuestrime, nuk janë konfiskime, apo jo? Shiko, në çdo moment që ta shohësh, edhe nëse atyre u bit trafiku i drogës, evazioni fiskal i rëndon. Tani ajo që unë dua të trajtoj është SPAK ka një urdhër nga partnerët tanë strategjik për të zhvilluar këtë operacion, apo kjo është thjesht një zhvillim brenda SPAK-ut. Sepse ka 2 gjëra krejt kundërta. Dhe nëse kjo është një nisë, dhe mos harro pa i përmendur me emra, unë nuk duhet që të shigjetoj emra biznesmenësh të ndërtimit, absolutisht, por po godet biznesmenët më të mëdhenj ndërtimit në Shqipëri. Dhe nuk është e thjesht. Tani, urdhri është Amerikan, IBS, e tjera që tashmë ne mbaruam punë me emrat konkret të trafikut, nuk na intereson më pranga, nuk na intereson më të kemi njerëz në qeli, nuk na hyn punë arrestimi tyre,
Këtë ngrem. Besoj se është thënë, nuk thuhet që ka hipotezë kjo. Po kjo tregon faktin, sepse SPAK sidomos tek i dyti, e dinte që në 10 fleta rreste, 9 nuk ndodheshin fare në Shqipëri. E dinte që nuk ishin. Fare, i kishte në database, dhe që ndodhen në burgje, në disa prej tyre ndodhen në burgje, jashtë kufive të Shqipërisë. Janë për burgje jashtë. Po, dhe që nuk kanë shans të ekstradohen në Shqipëri, sepse akuzohen nga shtete më të forta se ne, që do prevalojnë në ekstradim. Po ngjarjet që kanë bërë atje? Po, në Spanjë, në Itali, pra Dubai, edhe sikur, jo vetëm që nuk ka ekstradim, po edhe sikur ta bënde një gjë të tillë, me shumë gjas do zgjidhte Spanjën dhe Italinë, sesa do zgjidhte Shqipërinë të parën. Sepse ata krimet nuk i kanë kryer në Shqipëri. Në Shqipëri kanë kryer vetëm krimin e pastrimit produktit veprës penale. Trafiku ndërkombëtar të drogës, ata e kanë kryer në Spanjë, Belgjik, Holland e tjera me radhë. Në Shqipëri nuk ka sjell njeri tonelata me drogë. Janë shqiptarë të cilët fundit të gjithë aktivitetin e tyre kriminale kanë kryer në vendet të Bashkimit Evropian. Pa kaluar nga Shqipëria fare thoti? Po kush do kalojnë në Po Shqipëri? pse këto që janë kapur deri para 3 vjet, tani s'dëgjohet më në portin e Durrësit që kafeshin banane pa fundë, këto çfarë ishin? Ato që vinë në portin e Durrësit, ato janë për mos harroj që Shqipëria po kthehet në një treg i rëndësishëm i brendshëm. Se ishin shumë të mëdha dhe ato më po nuk ishin të vogla. Janë te 1000 kg për shemb. 1 ton. 1 ton Shqipëria e harxhon, sidomos në verë, i duen afërsisht që mos, po i duen rreth 4-5.000 kilogram vetëm në verë, vetëm në jug të vendit. Shqiptarët kanë filluar të konsumojnë jashtëzakonisht drogë. Kështu që mos harro që Kosova pret kokainë nga Shqipëria. Nuk ka asnjë lloj mundësie të futet, për shkak se nuk ka port, nuk ka asnjë lloj mundësie që të futet nga një rrugë toksore. Po vetëm Kosova, edhe gjithë të vendet që s'kan det apo jo? Gjithë kjo pjesa e Europës tej që s'ka det. Po Serbia mund të ketë një lidhje me një lidhje të vetën, sepse trafikantët e mëdhenj serb, të cilët kanë zërin e tyre kryesor kudo, kanë lidhje me Hungarinë, me ndonjë vend tjetër, nuk është se kanë parë ndonjë bashkëpunim shumë të fortë trafik Serbi Shqipëri. I vogël, i vogël, nuk... Mos të bëni malazezë ndoshta? Jo, më shumë ne me Malinezi kemi vetëm korrupsionin me policinë. Jo, sepet me malazezë, mos ndoshta e bëni me malazezë. Kanë dëshirë me bullgarët, me hungarezët, se mafia ka kudo, grupe kriminale, nuk e ka shpiu Shqipëria dhe s'ka për të qenë asnjëherë kryesore. Po porti është, se në port do vijaj. Po mos harrojmë që... Dhe Sokol thua ti të gjitha këto, 99% e flet arresteve janë bërë nga SPAK-u duke ditur që ata ose janë në burg ose janë të lirë. Që nuk do t'i arrestoj. Pra qëllimi kryesor ka qenë sekuestrimi i aseteve. Atëherë një sekondë, ri këtu një sekondë stop. Marstit dhe pasaj Sebastian, për çfarë e bën SPAK-u këtë gjithë dhe ku shkojnë këto lek? Ti je avokat penalist, je pedagog dhe më thuaj të lutem këto para, dhe nuk janë pak, dhe gjithë të prona, se 600 ca milioni që tha Sokoli, nuk janë kesh. Janë të shpërndara dhe në asete, në pasurit paluajtshme, investime... Këto ku shkojnë këto para, vëlla? Në momentin se këta një kyrë sekuestrim. E këtë përcaktuar në Nuk është konfiskim, ta nuk i bërë do të shtetë. Në moment që me vendim të formës së prerë, të gjitha pasurit e sekuestruara, vërtetohen dhe faktohen që vinë nga trafiku i kundërligjshëm ose në kundërshtim me ligjin, sekuestrohen dhe bën pjesë ose le të themi pasuri e shtetit. Pra i fiton shteti shqiptar. Sepse SPAK-u në fund ditës është institucion që përfaqëson Republikën e Shqipërisë. Gjykata po ashtu jep vendim në emër të Republikës së Shqipërisë. Ajo që është më e rëndësishme Çandi është që paraja ose le ta themi kështu bllokimi i parës është më i rëndësishëm se sa bllokimi i lëvizjes ose kufizimi i lirisë. Sepse fuqinë ose pushtetin të gjithë subjekteve që merren me vepra penale ose që drejtojnë organizata kriminale ose grupe të strukturuara ose banda të armatosura është pikërisht pagesa dhe paraja. Sepse funksioni i krijimit të kësaj veprimtari është fitimi i parave, po edhe që në bashkë grupin personat që i kenë në shërbim, paguash. Jo, po është e palishme, është një industri më burr. Dhe Giovanni Falcone, që i cili si thua është një nga ikonat e drejtësisë, gjyqtari i cili u vra në luftën kundër mafjes italiane, po është shumë e thjeshtë, është e mjafton të ndjekësh paranë. Dhe në moment që ti arrin të kapësh paranë dhe ja sekuestron, i ke dobësuar shumë herë më shumë se sa po ti arrestosh. Pse? Sepse u vure nga precedenti më parshëm, që edhe nëse dikush arrestohet dhe është eksponent kriminal, në moment që si bllokohet pasuria,
e drejton aktivitetin edhe nga brenda qelisë. I ka mundësi që ta drejtojë dhe t'i japi drejtim çdo i punë që i intereson dhe që ka në funksion të fitimit më shumë parave. Ama në moment që ti sekuestron pronat, ti bllokon paran, aty është realisht fundosja e një subjekti që mund të jetë person konkret ose që mund të jetë dhe një organizatë. Sokoli tha që pritet ke zhvillime të rënda, tha sepse ata nuk do e farin kur këtë gjë që t'ja marrin pasurinë që ka bërë gjithë këto vite. Çka unë kam thënë është i kontratë, më fal Sokoli. O do japësh liri, unë thash me qëllim të t'i hap hopit. O do japësh dy gjëra do sakrifikosh në momentin që merresh me konsumin e veprave penale. O do sakrifikosh lirinë për të mbrojtur paratë, o do se do sakrifikosh parat për të pasur lirin. Ata i sakrifikojnë parat e bëjnë sepse kanë vetbesim të aftësitë e tyre dhe mendojnë që po t'jenë të lirë dhe po t'jenë lëvizje, nuk kanë rëndësi këto para i fitojnë prapë. Problemi është kur shtrihesh në këto shifra kaq të mëdha, që është shumë e vështirë të rifitosh. Dhe e dyta kur faktohen dhe bashkëpunëtorët e tu. Sepse ne këtu kemi çani atë që kemi thënë në emision në puntatat e tjera. Kemi bashkëpunimin e 3 pushteteve: politik, biznes, grupe kriminale. Të treja ka nevojë për njëra tjetrën. Politika ka nevojë për financime dhe ka nevojë për përmbarues, për të fituar vota, për të pasur influencë. Grupet kriminale kanë nevojë për mbrojtje politike dhe për biznesmen që të pastrojnë paratë, dhe biznesi ka nevojë për politikën, për mos qenë shqetësuar nga administrata, dhe ka nevojë për grupet kriminale sepse i duhet frymëmarrja ekonomike. Nuk është e thjeshtë të bësh ndërtime. Ti vetëm ki parasysh diçka kur bën ndërtimet e pallateve dhe që shiten që ngrop, ne dimë që lëviz në bursë çmimi i naftës, lëviz në bursë çmimi i ekurit. Si mund ta prash koshti që mbas 5 viteve, 6 viteve, 4 vite kur mbash projektin, nuk mund të lëvizi. Një rast konkret ne kishim këtë vit, mjafton që u bllokua ngushtica e Hormuzit, lëvizin në mënyrë qartë, tepër të lartë çmimin e naftës. Pse kanë këtë interes? Sepse duan të vendosin sa më shumë para në qarkullimin civil, pastrojnë sa më shumë para. Bllokimi i kësaj frymarrje ekonomike çfarë bën? Dobëson grupet politike që janë të lidhura me këtë eksponent, dobëson grupet e kriminale të cilat i kanë raportet me këto grupe biznesi dhe me këta politikanë, dhe vetë biznesi ngel në tako. Në një nga ato pjesë të dosës Spaku që janë bërë publike, flitej ku personat të tjerë ishin realisht ata që jepnin para, një nga ndërtuesve më të mëdhenj, dhe bëhet fjalë për një nga kompanitë të mëdha, dhe thuhej që ata vepronin sikur ishin pronarë real, pavarësisht prestanomes që përdoreshin. Dhe vije re kur flisin në përbiseda, për shembull që ky është i zhytur në borxhe, duhet i lajmë borxhet, t'i japim mundësinë të bëjë këto inovacione, të ngrej pallate etj. Pra, realisht në një vend si Shqipëria, me këto të ardhra, me këto rroga, me këto mundësi që sa ka marzhe fitimi biznesi, është e pamundur që të ndërmerren iniciativa aq të mëdha që janë kullat, që janë ndërtimi pallateve pafund, ndërtimi vilave pafund. Nuk i del kostoja. Sebastian, si reflektohet kjo para se kaloj dhe te Koli për të bërë xhiron e fundit, se po vete ora dhe 6 minuta kemi. Ma thuaj shkurtimisht fare, se s'kemi kohë. Si reflektohet gjithë kjo që thamë tani, pra ky trekëndësh i frikshëm, politik, pra pushtet, krim organizuar, narkotrafiku dhe klient të qeverisë. Dhe ndërtuesit e kanë fjalën. Si reflektohet kjo në protestë? Sot është dita e 20 apo 21? A reflektohet kjo gjë, kjo që themi ne këtu sot, për shembull, ndjehet atje? Qytetarët kërkojnë një gjë shumë thjeshtë, që për mendimin tim është norma bazike, standard në zgjedhje. Mos e fut krimin organizuar në zgjedhje, mos e fut as narkotrafiku në zgjedhje, për një palëzgjedhje si në Kosovë, votuam sot, del rezultati nesër. Jo, nuk del nesër, del pas një ore. Po, ka që thjeshtë, të kërkojnë të gjithë qytetarët. Mos e fut administratë. Jo, e kanë kuptuar qytetarët e thjeshtë në këtë vend se si bëhen zgjedhje dhe se si funksionon Shqipëria? Të trekëndshë e kanë kuptuar këta i protestarët e kanë fjalën. Unë besoj se e kam të kjo lloj gjëje. E djatha ka një parim shumë thjesht. Leja qytetarit lekët në xhep dhe e dia ai se si i shpenzon. Jemi dakord me këtë. Unë them ata protestojnë, e kanë kuptuar këtë gjë më. Skemën e krimit e kanë kuptuar. Po pra, pyet qytetarin më të thjesht në kafen e çdo fshati në Shqipëri dhe e di shumë mirë se kush bën presion për çfarë dhe kush merret me çfarë. Vetëm kryeministri nuk e dinte kush nuk kishte certifikata pastërtie. Se dinte, prandaj ishte krimi organizuar në parlament. Ajo që unë doja të thoja është pak a shumë e këtill. Sigurisht që protestuesit e din, e di çdo qytetar që është në Republikën e Shqipërisë të lloj gjëje. Kjo është metoda për të ndetur në pushtet, ka botime të mira për këtë lloj gjëje. Është një botim i një autori amerikan që po lexoja, i shkollës New Yorkut, shumë interesant dhe thoshte çdo kush që vjen në pushtet ka 2 pishina, pishina e krimit organizuar dhe pishina e oligarkëve. Këto 2 pishina i përdor për të ndetur në pushtet. Pra të gjitha aparatet këtyre i përdor. Kur ndonjëri i del nga rreshtit, to mbyt njërin prej oligarkëve dhe mbyt njërin prej krimit organizuar. Këto mësojnë dhe e japin lek dhe ky rrin pushtet. Pra është metodë shumë e thjeshtë. Është favor të është përdorur gjithmonë. Edi Rama ose Ramsit të katërt
Kjo që po ndodh me këtë grup, me kapjen e këtyre grupeve, kjo është e pyetje për Sokol. Aktualisht, prerja e këtyre fijeve, për mendimin tim, në Ka në qoftë favor apo jo Ramsi? jo, për mendimin tim nuk Duke mbledhur lekët e këtyre që ka përfitojnë. krijuar një qeveri e cila po shkon në SPAK, pra janë të lumtur e gjithë qeveria që po shkon në SPAK. Pra, kemi krijuar një qeveri, një kabinet qeveritar, që kryeministri ka përzgjedhur me dorën e tij, të cilët gjithë po shkojnë SPAK. Dhe SPAK-u po na tregon që po merr në hetim zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar. Tani, në qoftë se këto zyrtarët e lartë kanë futur dorën tek xhepi i çdo qytetari dhe kanë futur dorën tek xhepi i krimit organizuar për vota, për çdo lloj gjëje tjetër, SPAK-u po vërteton që disa prej tyre e kanë bërë. Dhe këto janë bashkëpunëtorët e ngushtë të kryeministrit shqiptar. Fola për Edi Ramon. A përfiton ai personalisht dhe politikisht nga kjo që po ndodh dhe kjo që po bëhet me SPAK-un tani duke mbledhur miliona euro? Ajo që po them, unë nuk besoj se përfiton. E mora vesh që the për ministrat. Thash për atë vetë, sa ti nuk intereson kush ministër. Për atë një bie me qindra ngrihen. Prandaj po them politikisht aty intereson kjo gjë? E ka në favor apo jo? Këto mega operacionat të SPAK-ut. Edhe e ka edhe se ka. E ka në favor për treguar që Shqipëria është një vend demokratik, që gjykata dhe prokuroria punon dhe qytetarët janë në shesh. pavarur, po? Janë në shesh. Pra kjo është demokracia shqiptare. E njëjta gjë do ndodhte në Itali, Francë, Gjermani dhe kudo tjetër. E ka në disfavor sepse krimi organizuar tashmë e kupton që ai i shet dhe nuk ka asgjë më ndor. Pra e ka në favor për këtë tjetrën, për të treguar imazhin e një demokrati, pra me mua ju shkoni në BE, sepse demokracia funksionon, e shifni në shesh se çfarë ndodh. Jo vetëm në shesh. Shqipëri drejtsinë e pavarur. Drejtësia po, edhe demokracia në shesh. Pra Patjetër. kanë dalë në shesh. Patjetër. Duke qenë Po se- që po flasim tani për këtë. Dhe drejtësia funksionon. Gjykata bllokon një projekt të rëndësishëm investimi, gjykata kap krimin organizuar, gjykata jep urdhër, lëshon urdhër arreste për Na u vërtetuaj që parate, shumë para miliona janë futur në Dhe ndërtim, ai del. se nuk thuhet për para, tani po thuhet hapur. Jo, tani thuhet me letra. Tani thuhet me letra. Tani thuhet me letra, kjo Tani është. thuhet Me zyrtarisht, letra. po. Pra kjo i jep më shumë pikë. Je pik apo jo? Jep pikë. Tumëri. Në sytë ndërkombëtare Sokol? ta mbyll edhe me një gjë 3 fjali. Po. Këto tre vërtet. këto pasurinë të konfiskuara, siç e tha dhe shefi SPAK-ut, kanë vetëm një vlerë, qofse i përdor shërbimi, policia, bëhen çerdhe apo bëhen. Le të nxjerr atë të braus pak se e kem duket një gjë të braus aty në Që ekran. do të thot pak a shumë. Në qoftë se ti nxjerr në treg për t'i marrë vlerën e tyre, nuk t'i blen kush. Nuk e kanë bërë as në Itali as në vende të tjera. Si blen i gjërat e mafjes. Nuk i blen njëri. Nuk kanë frikë për t'i blerë dhe do të kenë gjithmonë frikë për t'i blerë. Ajo që ndodh është bëhet çerdhe, jepja shërbimit, jepja policisë. I dhe dëm thua ti. Jo, jepja shërbimit bën operacione. Jepja policisë edhe ajo bën operacionet e saj. Jepja bëhe një çerdhe që të shkojnë fëmijët. Bëhe një after school që të shkojnë studiojnë fëmijët. Bëhe galeri arti që të shkojnë artistët. Në qoftë se bën këtë dhe kalon në varësi të institucioneve, krimi organizuar nuk ka fare se ç'të bëj. Këtë zgjidhje gjetën italianët, që janë më të zgjuar se ne. Tani këto mund gjejnë dhe zgjidhje të tjera më inovative. Po italianët gjetën këtë lloj Ja zgjidhje. çfarë thos. Operacioni i prokurorisë posaçme ndaj trafikimit kokainës reagon kryeprokurori. Pasuritë me origjinë kriminale, thot bravo, dëmtojnë ekonominë, nuk sillen asnjë të mirë publike. Nuk Dhe ka vetëm një fjali mund ta them dhe ka drejt. Mbyllë marrësisë do mbyll me Po, kohë. sepse është marrë ky precedent çani. Pretendoj që me demek paratë që vijnë nga krimi organizuar ose nga origjina që është në kundërshtim me ligjin e zhvillojnë një vend. Do mor rasti Kolumbis në kohën e Pablo Escobarit, që u bën ndërtime pafund, u investuan para nga bota kriminale pafund, ishte karteli Kalit, karteli Medelinit, karteli Tijuanës. Ç'a ndodhi? Realisht popullsia u varfrua dhe më shumë. Të ardhët e shtetit ranë edhe më shumë, pra nuk kësë si është zhvillim dhe i ka drejt për zotin Brau. Çfarë lezon atje? Topi ma lezon tot? Po. Jo shkruaj verbal nëse mundesh. Për këtë arsye pasuritë me origjinë kriminale duhet sekuestrohen, të konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të ligjshme. Qartë. SPAK garanton se Jo, veprimet s'ka gjë, e tjera. le, jo. Ajo na duhet vetëm të verdh. Sokol për ta mbyllur. Për ta mbyllur. Cila ishte pyetja që i bëra edhe Sebastian? A përfiton? Përfiton. Ramsi Por katës apo jo? kur thash që do ketë probleme, më lejo ta sqaroj, historia është kështu. Trafiku i drogës ju dha garanci. Garancinë ja dhanë bizneset e ndërtimit. Nuk kanë punë, ata nuk kanë takuar kur Ramën në jetën e tyre dhe nuk duan t'ja dinë për Ramën. Garancit i dhanë biznesmenët e ndërtimit, të cilët me sa duket mund kënë marrë një garanci nga shteti. Dhe kjo është një lidhje e ndërmjetme. Tani, trafikantët e drogës do t'ja kërkojnë atyre që i dhanë garanci për sekuestrimet që SPAK Po sot ka kanë mundësi bërë. trafikantët tani ata janë o në arrest o të kërkuar. Kanë mundësi të bëjnë portë që të kërkojnë dhe pasurinë Kanë e tyre? telefon ata, nuk e harrojnë ata, kanë grupe kriminale nga mbrapa. Ata ja kërkojnë biznesmenëve të ndërtimit të cilët dolën garant për pasuritë e tyre. Qa mund të thonë? Na ktheni lekët tona? Po normale.
më dole garant, i humba të gjitha, mi kthe. Po, Kjo është nëse ata historia. se kthejnë dot, Kjo është ajo që them unë në shluft. do vriten. Pa, unë nuk dua të shkoj deri këtu, domethënë. Po pse mos shkojmë valla? në- A do ketë vrasje apo jo, valla? Do ketë probleme, thash unë, ata do t'ja kërkojnë Por se s'bën. probleme le të ketë në vrasje më bësh puna. Vrasjet janë të rënda se Po, mund shkojnë deri aty. Ata të do t'i shkojnë. kërkojnë parat tek njerëzit që kanë dalë garant për paratë e tyre. a përfiton në ramë si katërt nga gjithë kjo histori që po Shiko- bëhet me gjithë to mega operacione? Dhe pyetje fundit është, kush garanton që gjithë këto 600 ca milion prona, cash e tjerë nuk do shpërdoren? Shiko, në Shqipëri po vjen një ambasador amerikan i cili është general me vetëm një premtim, shkatrimin e karteleve shqiptare të drogës. Po. Nuk do me ja ditë për politikën. Kjo është Sollën një ushtarak Direktiva. në kryet të ambasadës, Kur do vjen shtator? shtator, i cili nuk do merret fare me politik, pra nuk i intereson, se thot nuk jam politikan, vit shkatroj vetëm kartelet amerikane, kartelet shqiptare të drogës. Po është edhe direktive presidencës Trump, lufta ndaj kartelet. Kartelet shqiptare të drogës. Kjo do të thotë që mund të jetë një sinjal që kjo do vazhdoj. Problemi është nëse vazhdon kjo lufta e aseteve kriminale, shteti shqiptar shumë shpejt do ketë pothuajse gjysmën e asaj që ka është ndërtuar në Shqipëri. Gjysmë. Do ta ketë shteti shqiptar, do jetë e sekuestruar. Sepse në këtë vend është një problem. Shteti e toleroi këtë. Nuk e dinte shteti që këto ishin Prandaj pra unë po të pyes, mos doshta kjo është një strategji e mirë menduar, ti lëm të gabojnë që pastaj t'ja u marrim. Si gjithmonë Rama i ka bërë këto lojë. Unë di një gjë, nuk e di se ku do shkoj protesta, çfarë do arri. Është problemi dhe nuk dua të hyj në një trajtim të tillë. Di që Rama nuk besoi të largohet me dorëheqje kur tiki nga politika në Shqipëri, do iki me zgjedhje. Dhe kur tiki, çdo njeri që ka përfituar prej tij do iki bashkë me Ramën. Ose Rama do ta marri me vete. Heshtje. Nga ndonjëherë heshtja flet më shumë se kur. Edhe unë besoj që u përgjigja pyetjes. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes.